Pas përfundimit të spektaklit si fituese e shtëpisë më të famshme, Selin Bollati ka marrë një pauzë nga angazhimet e Tiranës për një udhëtim të shkurtër jashtë shtetit. Për këtë periudhë, relaks ajo ka zgjedhur të shoqërohet nga babai i saj, Toni Bollati, i cili mungoi fizikisht gjatë kohës së saj në format. Gjatë muajve të spektaklit, mungesa e tij në studio dhe komunikimit vetëm përmes telefonit ngritën pyetje tek ndjekësit. Në ditë çarkulluan zëra se ai mund të ndodhet në burg, aludime që morën më shumë vëmendje kur në natën finale ai u shfaq vetëm përmes një hologrami. Megjithatë, me postimin e fundit në rrjetet sociale, Selin nuk ka dhënë fund këtyre spekulimeve në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pasur nevojë për deklarata zyrtare të zgjatura. Ajo ka ndarë në Instagram disa momente nga ky udhëtim, duke publikuar imazhe krah të atit. Në njërin prej fotove shihet Toni teksa ecën në një rrugicë me kaldrëm në një qytet evropian, ndërsa një tjetër imazh tregon dyshen të reflektuar në xhamin e një treni. Krahas pamjeve ajo ka zgjedhur të shkruajë: "Shorinja dhe babi Toni, këtë dy ditë shijuam një pushim të shkurtër por shumë të nevojshëm. Faleminderit për çdo mesazh që më keni dërguar. I shijuam shumë këtë ditë bashkë dhe ju kemi lexuar të gjithëve. Ju dua shumë." Me këtë udhëtim, dysha po kalon kohë pranë njëri tjetrit pas muajve të gjatë të izolimit televiziv, duke u dhënë kështu përgjigje natyrshëm pikë pyetjeve të publikut.